Shikues nderuar televizor shqiptar të Amerikës, ju përshëndes. Jemi në emisionin Ëndra Amerikane. Të ftuarin sot e kam special, është shumë i veçantë. Në qoftë se do ta marrim jetën në kompleks të lidhur dhe me vendlindjen, ashtu si kemi jetuar atje, si jemi edukuar atje, ashtu si kemi ikur, kemi lënë vendlindjen dhe kemi ardhur në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe këtu mendoj se ka jo një ngjashmëri, po është e njëjtë mentaliteti, është e njëjtë nevoja, edhe është e njëjtë respekti, e sa më shumë respekt kemi do të jetë më mirë, pasi shkollimi i fëmijëve tanë është bërë në fusha të ndryshme, të cilët kanë pasur dëshirë, vullnet, edhe mundësi, por ka fushat të cilat janë të lidhura shumë edhe me jetën, me shëndetin e njerëzve. Edhe e veçoj të ftuarin sot pasi është duke realizuar, ose ka realizuar, do ta shikojmë sot në çfarë pozicioni është, Ëndrën Amerikane, dhe është një person që jo vetëm do të shikoni eksperiencën e tij, por pse jo, do të jeni nesër dhe klienti i tij. Ajo që mua më gëzon shumë dhe që është shumë pozitive, të cilën mendoj se çdo student që ka mbaruar universitetet dhe çdo person që ka dalë në jetë, duhet të jetë i lidhur me komunitetin. Dojeni komunitetin shqiptar, suportojeni, bashkëpunoni, ashtu si jemi neve me të mirat me të këqijat tona, por jeni bijtë tanë. Kështu që duke qenë pjesë e komunitetit, ke një krenari për të mirat që ky komp gëzon. Edhe ky është doktor Rudin Gjeka, të cilin unë e kam të ftuar sot në studio. Është hera e dytë që kam, por sot kam shumë emocione pasi ne dim rrugtimin e doktorit dhe disa shprehje më kanë ngelur si një ndjenjë të cilën nuk harroj kurrë. Të falenderoj shumë që ke ardhur në emision. Është një emision që ne ja kemi kushtuar shqiptarë amerikanë me rastin e 250 vjetorit pavarësisë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, edhe e kemi cilësuar një cikël emisionesh Ëndra Amerikane. Mirë se ke ardhur doktor, dhe me shpresë që të sjellësh përsëri eksperiencën tuaj, e cila nuk është për juve, por është për gjithë shqiptarë amerikanët, që të kenë si shembull pozitiv edhe për jetën e tyre. Faleminderit për ftesën edhe herë. Është kënaqësi më ardhe e me bë thjesht i muhabet me ty aq më tepër për promovimin që ti bën gjithë shqiptarëve në tana fushat ku kanë arritë që me u kallëzu edhe një rrugë brezave që vinë që është e mujton. Ëndra Amerikane është primën e mujton. Ëndra Amerikane don punë. Don punë, po është e arritshme. Edhe siç e kena folë herën tjetër për mua, unë jam një tip që për herë kam dash sfidën, e kam dash me kërku që është më e mira, me shpreh më të mirën e vetes tane. Rrugtimi jem, siç e kam shprehur herën tjetër, ka treguar që edhe ikja nga Shqipëria në Itali për një edukim më të mirë, ka pas ato sfidat e veta, por ardha në Amerikë është kënë primën sfiduese. Për herë e shifsha Amerikën, si më thonë, si veni që ta jep mundësinë me u bo, ai që ti donë me u bo. Nësë njëherë mu rejtë si kur Amerika të falë në i gjo, Amerika së të falë gjo, po ama nuk ta hanë atë munin e punin e forë që ti bënë. Unë e sfidoha veten me ardhë në Amerikë me sfidu që aminoj sa është rangu më i lartë i profesionit të mjekut. E mu Amerika ma dha shans, me shumë punë, mune sakrificë, ja dola, edhe jam shumë falenderos si vend, se menoj se është një nër vendet më të begata, më të bekume, një vend që e vlerëson njeriun, të drejtin, punën e vazhdueshme, edhe besoj se një nër vendet që primen ëndrën tonë mund me bë realitet. Ti ishe kardiolog në Shqipëri, ishte një nder e një respekt, edhe ishe i nderuar, respektuar
jo vetëm personi, po dhe doktori, por dhe familja. Por këtu në Amerikë e vlerësoj shumë zhvillimin, progresin, studimet, veçarisht arritjet në fushat të ndryshme, por që t'jesh një kardiolog në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është një satisfaksion, një arritje jashtëzakonisht e madhe, jo personale, jo familjare juaj, por edhe komunitare. Por lidhur me arritjet tuaja, si do të përshkruanit me ëndrrën amerikane? Ëndra amerikane ta thot vetë fjala, siç edhe e diskutova, ke histori të nga më të ndryshme të shqiptarët, se kur lëm vendin e mira e lehtë është me ne inventon. Njerëz që punojnë e kanë qëllimet e veta të sakta, ata duan mundësinë. Nëse ty t'jepet mundësia, edhe si thash edhe herë nuk të hahet muni që ti bën për me arrit qëllimet e tuaja, aq don personi që e ka vullnetin, e ka dëshirën për të punu, edhe unë atë gjeta këto. Unë me të thonë, kur kam marrë në Amerikë, nuk kam ditë me fol anglisht për smarit. Është ken një sakrificë shumë e madhe. 2 vjet më ka shku vetëm me mësu anglishtën. Masanej konvertimi i diplomës, që është një sistem komplet tjetër i testimit, si me thonë. Çdo step ose çdo barrierë që ka kenë është një sfidë, një kënaqësi në vete kur e kaloshe, si me thonë. Kur konvertova diplomën, thash se arrita diçka të madhe, po nuk kishte shumë punë më tepër me bë. Futja në rezidenci që ishte në Wayne State University, ku bona mjekësinë e brendshme, ku kam shërbyer edhe si chief resident, pra shef që bosha schedulat e bashkëpunëtorëve të mi. Ai ishte 3 vjeçarja, masanej çdo specializim që këtu bëhet është sikur ja fillon prej fillimit edhe herë. Kur marrova mjekësinë e brendshme, ishte me u fut në kardiologji, që është dega më e kërkuar e mjekësisë brendshme, se dohet në deg. Edhe aty kam bërë shumë mirë, si me thonë, e kam vlerësuar punën. Në Amerikë është diçka e mirë se as kërkush zë me ditë prej ka vjen, ç'fe ke, e vlerësojnë me të vërtet njeriu edhe etikën e punës. Masanej ishte si qershia me i tort, ku ishte të trajnimi jem, që shkova në New York për mu specializu për ndërhymjet e avancume, gjitha smundje kardiovaskulare, që është interventional vascular interventionalist, edhe për smundjet strukturale, pra valvulat, njerëz që linin me defekte në zemër, me vrima ose që myllen po hapjet të gjoksit, si me thonë, janë teknikat avancume. Tonë kja është ken një rrugtim i sakrificë, jo vetëm e jemja, po e familjes, e njerëzve që më janë ken offer, njerëz që i kam njoft këtu, edhe po në interes më kanë nimu, por kur e arrin suksesin është i satisfaksion shumë i madh. Edhe i përgjithësi e madhe, se kur arrin atje duhet edhe me ditë me nejt. Por siç thash edhe herë, tamam më duket si ëndër. Kur e shoh rrugtimin tem për tashmë pothuajse 19 vjet në Amerikë, më duket primen si ëndër. Në ëndër e bukur, ka ato momentet e veta, po një kënaqësi shumë e madhe. Doktor, ju keni bërë me mira ndërhyrje, cilën do të veçonit si më të rëndësishme ose një eksperiencë juaj që ju ka lënë mbresa në veten tuaj? Po baj rreth 10 vjet në fushën e kardiologjisë. Edhe kam po egzagerim, kështu me nejt konservativ, 6.000 ndërhymje në zemër, në sistemin kardiovaskular.
se cila ndërhyje, se cili pacient ka kënë special në vetveten e vet. Nuk e shoh, si me thonë, të dallueshme një ndërhyje të vështirë apo një të thjeshtë, se ngaherë këto të thjeshta nëse nuk i përkushtohesh tamam mund bëhet e vështirë. Po ndonjëherë kur ke menduar se s'bet dhe ke berë. Po të kallëzojën që po mu çam gjej shumë më satisfaksion është fakti se kur pacient që ti trajton ato bëhen mirë, edhe vlerësimi që ato t'japin, mas që ata bëhen më mirë. Fusha që i bajon, është e vërtet, ka ndërhymje që mund bajnë vetëm pak minuta me i kry, ka këto të vështira që në përgjithësi na i qojmë te kirurgu thotë është me rrezikshmëri shumë të lartë për me e bë, pra na e bien prap mrapën. Këto janë procedura që mund me zgjat me orë, edhe për arsye se e kanë zemrën e dobë, duhet me i suportu sistemin kardiovaskular me pomë, so fus një pomë prej në kofsh, edhe e mon qarkullimin e gjakut gjatë gjithë ndërhymjes, kur bëjnë ndërhymjet për çdo arterë të zemrës. Edhe kur marrën punë, na mundohna me hek pompën para se me elon pacienti sallën. Këto janë ndërhymjet e vështira. Por si thash edhe herë, është një satisfaksion shumë i madh kur i shoh këto pacienta aq smur në zyrë edhe vlerësimin që ata t'japin e mirënjohjen për një profesion shumë human, po dhe fisnik që është mjekësia në përgjithësi në rastin tim kardiologjia. Cilat elemente janë të rëndësishme për kardiologun që të jetë i suksesshëm? Është niveli shkencor, janë vendimarrja e shpejtë, ana emocionale, apo janë gjitha së bashku? Si në vlerësoni ju më shumë? Kisha me thonë gjitha së bashku. Dijen, s'diskutohet se dia është diçka që ti e merr gjatë shkollimit, gjatë librave, e vazhdon gjatë gjithë karrierës tonë si mjek, e shoh sikur është si themeli me të cilin ti ndërton karrierën. Por sidomos në profesionin e mjekësisë që si puna e profesionit tem që bën ndërhymje, precizioni, shpejtësia, e sidomos forca emocionale, në raste emergjente, ajo shpaloset më shumë, janë të ndërthura me njëra tjetrën. Këto tana bëhen bashkë, nuk ke nevojë me i nda, si me thonë. Kam bërë ndërhymje me pacienta që kanë ardhur me kolaps kardiovaskular, edhe janë tu e vazhdu kolapsin kardiovaskular ndërkohë që i bën ndërhymjet, pra duhet me kanë shpejt, preciz, por për herë me rujt atë ftohtësinë emocionale. Jo që ti s'ke njënje, se mran është përgjithësia, është maksimale, por ama atë nuk duhet me lënë asnjëherë që me të influencu në venimet edhe në hapa që duhet të me bën për me i pështu jetën e njerë. Janë vetëm pak sekonda ose pak minuta që je tu venos se njeriu po jeton apo jo. Pra ti do me bën për herë më të mirën. E tana këto ndërthuren me njëra tjetrën, tana këto dhuntit që disa po përmendën.